ishim ka qafër! Ka qafër! Mu pën punët lëmë sheli. E përse? Sepse Megi jonë na kishe shpirt fisnik. Ku është Meg? Shiko kush në erdhi. Azgani I pathyeshëm. Në shoje me një herë. Qetso, bukurosh. Eja të të bëj një gjiro. Shiko sa I vogël është bota e porta I varë. Apo jo? Meg! Jo, mos nuk preket. Po të fundit Meg ka një kolektiv të ri, me gjithsa spak të gjallë. Ty të pëlqenë marrëveshjet. Më merr mua në vend Megit. O, djali I rivalit tim të urryer, I mbërthyer për gjithmonë në lumin e vdekjes. Atëherë një? Ku është në mashtërimi këtu? 2? Mirë, nxirre është. Ajo shkon, ti qëndron. Oh, më doli nga mendje. Do të vdesësh para se ta arrish tek ajo. Nuk e ke problem, apo jo? Dëshëra, pia nuk pritet. Nuk është e mundur. Nuk mund të jesh I gjallë. Duhet ishe... Do përëndi! Jo! Herkul, ndalo, nuk mund të bësh këtë. Mirë, meritoja. Herk, a mund të flasim? Ytat është shumë simpatik. Prandaj nëse ti thua ndonjë fjalë të mirë, ai do ta fshi nga kujtesa këtë histori. Meg, fol edhe ti. Hej, dardoni, mos më prekni. Mi ishni qafë këta shpirtat të fëlliqur. Nuk do të jetë më morë të mjë kërë të dalë qëndi? Do të thuash në qoftë se do të dalë. Në qoftë se? Kjo më pëlqen. Nuk ndjemi shkarkuar.